shohim një pjesë është jek mjegull, pjesën tjetër është shtu mjegull më shumë. Pse po e them këto? Po e them për shkak se aty cekët nuk jem ne kundër, njënon, pastaj bisedo potencohet çështja apo nënshkrimi një memorandumi bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kosovës në ndërtimin e impiontit të terminalit të LNG-s në Vlorë dhe ndërtimit të një termocentrali të gazit në Vlorë, me çka tani energjia elektrike mund të transportohet nëpërmjet linjave të transmisionit në Kosovë. Dhe këtu shtrohet pyetja, tash Kosova do të jetë pjesë integrale e projektit të gazifikimit, po themi jo të gazifikimit, po themi të ngritjes së infrastrukturës së gazit në Ballkanin Perëndimor, apo don vetëm ta përdor nga Vlora vetëm për prodhimin e energjisë elektrike dhe ta konzumoj atë vetëm si energji elektrike, apo don të jetë pjesë integrale e projektit me çka ndikon në dizajnimin, në formën se si dizajnohet, edhe i mbron interesat e saj brenda këtij projekti, apo don të përfaqësohet kryesisht nga Shqipëria. Prandaj kjo është një pyetje tani tjetër e rrallë që do duhet të bëhej nëse qeveria e Republikës Kosovës don të jetë akter aktiv në dizajnimin e këtij projekti, apo vetëm duam të jemi si zakonisht që kemi qef me qenë pak a shumë si shikues edhe me lëmë tjerë më ndaj kry punët tona. Në anën tjetër, ndoshta duhet ta kuptojmë pak a shumë edhe qeverinë e Republikës Kosovës, edhe institucionet e Kosovës, për shkak se jo që kemi ne fuqi shumë të madhe institucionale për me i shty këto procese. Për shkak se përmendet puna e ndërtimi, përmendet puna e marrëveshjes ose nënshkrimit të memorandumit në 2022-ën, ndërsa janë bërë 4 vite ne asgjë nuk dim për atë projekt. As ka pas ndonjë grup ndërshtetnor i cili është themeluar për me bisedu për këtë projekt, ndonjë grup ndërministror ku edhe të gjitha aktorë, stakeholders, domethënë që të cilët preken nga ky projekt, nëse edhe ata janë ftuar, jo, asgjë nuk kemi. Për çka ndodhin këto sen? Për shkak se ne nuk kemi fuqi institucionale. Gazifikimin, domethënë projektin e gazit të langshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, projekt konkret e cili mund të materializohet brenda 5 vite në një shkallë shumë të lartë, 5 vite e plus. Në një shkallë më të ulët mund të materializohet edhe brenda 2 viteve nëse kemi një angazhim institucional, apo 2 apo 3 vite. Ndërsa procesi i gazit, gazifikimit të Thëngjillit, unë e shoh më shumë si një ide që thash pak më parë me mendu me zot nalt, mirë po nuk e shoh projekt i cili mund të realizohet. Për shkak të është vështirë të gjenden investor, nuk e di sa janë të vetëdijshme institucionet e Republikës Kosovës që të gjitha bankat që cilat kanë fuqi financiare me financu projekte të tilla, i kanë dalë investimet të cilat e lidhen me burimet energjetike të Thëngjillit. Kjo ka qenë edhe problemi me financu projektin e Kosovës Re. Si i tillë, nuk e di se cilat burime financiare mund të shfrytëzoj Kosova për me e realizu këtë projekt. Prandaj unë nuk besoj që mundet mua realizu me mjete të po flas nga këto burime financiare. Ndoshta qeveria e Republikës Kosovës e planifikon me investu mjetet vetanake, domethënë nëse fusim paron publike, atëherë ndoshta mund të realizohet, mirë po prapë unë dyshoj se ky gaz do të jetë konkurrues në tresin Kosovë, domethënë tregun vendor, ashtu edhe në tregun rajonal absolut hiç me gazin amerikan që do të vijë, për shkak se ai do të jetë një gaz konkurrues i cili në asnjë formë gazifikimi, nëse bëhet një diçka e tillë, Thëngjilli gazifikum mundet me konkuru me ta. E dyta, e treta, pika e tretë ku unë dyshoj që ky projekt mundet me u zhvillu është se është komplet kundër politikave ambientale të Bashkimit Evropian. Dhe nuk e di në çfarë forme ne mund ta bindim Bashkimin Evropian që një ditë të mos na thot duhet me ndalë këtë impian nëse doni me qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Qeveria e Republikës Kosovës nuk do duhet të ndihej e detyrueshme ta merrte gazin amerikan.
në fond energjia kur djegët nuk shkruan aty autoordh ky megawatt prej Amerikës, autoordh prej Moskës, autoordh prej Pikavje. Në fundit ajo djegët edhe ne kemi ngrohje, ne kemi energjinë elektrike, ne kemi proceset industriale që zhvillohen. Apo është ordh ky elektron të themi nga burimet e ripërtëreshme të energjisë apo nga thëngjilli. Ne duhet ta bëjmë pyetjen çfarë alternative tjetër na sjell qeveria e Republikës Kosovës? Alternativë konkrete, jo këto ide po gasifikojmë në thëngjill. E keni parasysh për shkak se në këtë ide absolut nuk besoj që mund të më u zhvillu. Vetëm nëse këta dalin edhe e zhvillojnë, po them kështu, nëse zbulojnë rrotën për zdytje, atëherë ndoshta edhe mund të më u zhvillu kjo. Mirë, po ndoshta me një kostë shumë të lartë, me çka dhe në fund duhet të jenë përgjegjës për atë projekt. Prandaj duhet të na japin ide konkrete se si do të zgjidhen problemet energjetike të Kosovës. Dhe unë këtë, me thon drejtën, në 5 vite qeverisje, apo 5 apo 6 vite që u bë, unë nuk shoh që kemi një lëvizje. Mirë, po nuk duhet të themi vetëm kjo qeveri. Në 25 vite, apo do bëhen gati 27 vite që Kosova është e liruar nga regjimi okupues, ne kemi dështu me ngrit kapacitete energjetike. Prandaj edhe shumë gëzohem nga fakti që kemi ka ardhur të themi kështu nga një fatkeqësi, ndoshta edhe mund të përfitosh, fatkeqësia të themi kështu lufta në Ukrainë dhe dëshira e Shtetit Bashkuar të Amerikës për me e largu ndikimin rus në Ballkan, mund të përfitojmë edhe ne në aspektin energjetik. Për shkak se dihet këto shumë qartë që në Kosovë, në momentin që ka një përpjekje për ngritje të kapaciteteve energjetike, aty bllokohen proceset. Se kush i bllokon, se si bllokohen, unë nuk e di këtë punë, mirë po kemi bllokot totale, bllokot në zhvillimin jo vetëm të kapaciteteve gjeneruese energjetike. Hajde po themi se ato janë pyetje pak më shumë që politike lidhen edhe drejtimin që po marrim apo shkojmë ka burimet e ripërtëreshme të energjisë, apo më shumë thëngjell, apo gaz, apo energji nukleare, po flasim këtu. Po ne kemi probleme i ngrit edhe kapacitetet e rrjetit të distribucionit.